Faleminderit. Faleminderit zonja. Faleminderit shumë. Elikona, mirëmbrëma, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam sonte në emision. Kënaqësi Resul, me qenë bashkë me ty sot në emision edhe me shiu këtë intervistë. Besoj që do ta shijojmë pa dyshim. Dua ta nisim me emrin, e ke shumë të veçantë. Vazhdon të jetë i rrallë dhe i veçantë. Çfarë histori ka ky emër yt? Çfarë do me thonë, si tu vendos ky emër? Mu vendos nga babai, si i tillë që ka lezu shumë libra dhe gjithmonë s'ka qenë i kënaqur as pak me emra të zakonshëm, gjithmonë ka pas dëshirë tek fëmijët me vendos emra të rrallë dhe të veçantë, edhe me një kuptim. Në literaturat që ka gjetë në atë kohë, kur ka lezu, ka gjetë që ky është emër Ilir, Elikona, që do të thotë perëndeshë bukurisë, Ilire. Aha, do me thonë Elikona, vazhdon të jetë i rrallë, thash. Vazhdon, por tani, kur kam bo kërkimet në internet, kam gjetë që ekziston mal në Athinë, Elikonas. Dhe që pas ka qenë mal frymëzimi për Aristotelin. Edhe kështu që jam me të vërtetë, edhe në këtë anë, ndjem shumë krenare për emrin që Tingëllon shumë artistik. E vërtet. Ka pëlqyer gjithmonë? Gjithmonë. Vazhdon të pëlqej. Faleminderit shumë që e sqarove. Për ata që kanë dilema për emrin, janë një opcion. E vërtet. Kemi kërkuar nga ti të na sjellësh diçka në kutinë e kujtimeve. A mund ta shohim se çfarë na ke sjellë, çfarë kujtimesh ke? Po, mund ta hapësh dhe të marrësh. Është diçka, ndoshta e pa imagjinueshme që kam mujt me sjell, diçka të tillë. Po, nanat gjithmonë, unë jam nanë me 3 fëmijë, dhe për mu këto 3 shiret janë shumë domethënës. Janë 3 fëmijët e mi, është Mara, është Narta dhe është Lumi. Këto janë shiriti e mi dorës, kur unë kam vendosë, kur kam lindë vajzën e parë. Edhe kjo është shiriti i vogël, kur unë e sa herë e shoh e kujtoj sa atë vogël e ka pas dorën kur ka lindë. Edhe tash përgëm emocione derisa për kujtoj, se sa herë i shoh, më duket sikur se më kthejnë me një herë në kohën e njëjtë, në spitalin ku unë kam pas veç mikpritje, vetëm një trajtim të duhur, se cili me këtë dorën e vogël të tretë, kujtojnë se cili lindje ndryshe prej tjetër, sigurisht përvojën e lindjes. Edhe mbi të gjitha më duket sikur se aroma e tyre është ende në ato shirita. Një kujtim shumë i bukur. Sigurisht edhe zonja ka nostalgji, sepse nise të flasësh për fëmijët, për mëmësin, si ka ndiku kjo tek ti? Më ka ndru krejtësisht jetën, për të mirë, vetëm për të mirë. Kam qenë gjithmonë e kujdesshme për fëmijët. Po kur jam bërë nanë, me të vërtet tani mendoj më shumë çdo detaj. Se si mund të ndjen fëmijët, sa mund të preken, për ndonjë gabim tonën që mundemi pa dashje, me na ik diçka. Andaj, s'kam dëshirë me pa fëmijët e thyem asnjëherë emocionalisht. Thjesht, unë kam qenë shumë fëmijë i lumtur, fëmijë i gjallë, edhe gjallënia e fëmijët po t'i hiqet, mendoj që s'mbetet fëmijë. Edhe atëherë, kështu që mendoj që gjallëria i bën fëmijët të jenë të tilla, po, unë sot kam 3 fëmijë shumë të gjallë nga natyra jonë, shumë të... Dhe shpesh më thonë, s'kam pasi me ngja ndryshe prej teje. Po thomë, shumir që janë ashtu të tillë dhe asnjëherë nuk bën me ju ndalu ajo liria, ajo mundësia që me i shpreh ata emocionet, kënaqësinë që ndjejnë që jetojnë kështu. Faleminderit shumë për këtë kujtim kaq të bukur, kemi nisë me diçka shumë simbolike dhe shumë të veçantë këtë bisedë. Ndërkohë dua të shohim një LED, një fotografi. Çfarë është kjo? Është një liri, një frym, një erë bukur që ka, një farmyre, një lehtësim që kam ndjej. Vetë fotografia të regon bastë në shtatë të erës që ka fryja ndë dhe fustani ka lëvizë dhe jem tjerë shumë e lumtur për një sopës timën që kam vendosë në këtë film dokumentar që ka punu i ka një vlau jem.
për Burbuqe Rushitin, si një autore i shumë këngëve të ndryshme cilat kanë qenë edhe janë ngulit në mendjen e njerëzve në gjeneratat e zonjave që ne veç i shofim të në skenë. Kjo ka qenë një dokumentar gjirimi, është bo në hapësirën e fshatit Kukaj në atë zonë, edhe një zonë shumë e bukur, edhe më ka frymëzu jashtëzakonisht edhe për post gjirimi që mbaroj, unë ndjeva momentin për me realizu një fotografi të cilën shumë e shliru me ndjena. Këtu ke qenë në rol, një farë mënyrë, apo? Në rol, edhe mandej vetëm një moment është ndalë sekuenca dhe kam realizu fotografin cilën e kujtoj sa shof këtë fotografi më jep një lehtësim, një krenarim bitë gjitha, se qka si punojmë vëlla me motrën, se realizojnë diçka zbashku, kur bëjnë për personalitetet shquara, kur realizojnë diçka me vlerë, këtë rast dokumentarin. Mandej në këtë rol, përpos që kom në lujt pak e rolin unë këndoj këngën e Linjana Qavollit, të dua, ku është komponuar nga Kilkoci, dhe me vargjet e Burbuqe Rushitit, ajo pastaj nga zani Linjana Qavollit kalon në zanin tim, edhe është një copës shumë e veçantë, ku është realizu me kamera profesionale, dhe në atë majet e asaj kodrës, më të vërtet duket shumë një pejsazh i bukur, po dhe mbi gjitha i ka shku përshtatja dhe këngës. Këtë rast kom qenë këngëtare dhe një pjesë, një copë aktore. Audienca të nje për këngëtare. Po. Ama aktrimi është, është ideja e parë, edhe qëllimi jytë i parë, Ka qenë, e vërtet. që pastaj ja ku e ke realizu. E vërtet. Si e kujton këtë momentin kur duhet shkoje ose në aktrim ose në muzikë? E kam thonë edhe disa vende, disa intervistat e tjera. Ka qenë një moment i vështirë me vendosë, nështë me u shkput prej idesë që kom pas fillimisht. Në shkollë fillore gjithmonë më ka përqy teatri dhe skena dhe ka pas raste kur kam realizu, kam inskenu, do të thënë skeqet asaj kohës edhe vetë me të shirë matë madhe me grupin e klasës e krejt. Edhe ato mandej kanë arrit babi me vrej talentin që kom në aktrim. Për pos asaj, mund të them edhe këtë pjesën tjetër që ka pas musafir që kanë në shtëpi, kur kanë shkuj, kemi për cilë, unë s'ko mund me... Që ke majtë shfaqjen. Po vazhdu shfaqjen, sigurisht. Mandejna me karakteret e musafirve që na kanë ardhë në shpe, sigurisht kam kriju skeqe, duke përdor karakterin e musafirve, dhe aty ka vrejt babi që kam një talent për aktrimin, edhe shkolla muzikës ka arë si pasoj, e kësaj, që unë kam dash në fakultet me shku në aktrim, dhe s'ka pas shkolla aktrimi, shkollë të mesme. Edhe është dash me vendos një farë mënyre për pos edhe talentit për zërin që gjithmonë më kanë thonë klasë, edhe gjithmonë më kanë vlerësu, edhe sigurisht ata që më kanë digju gjithmonë më kanë thonë që ke talent për muzikën. Andaj kom kombinu këto dy artet dhe kom mendu që do t'i ndihmoj jashtëzakonisht aktrimit. Po që... Por, pas shkollës mesme ti u orientove pastaj gjithsesi vesh muzikë. E kishte vështirë sot nëse do të ktheheshe? Do t'a bëje zgjedhjen e njëjtë, apo... Do të vazhdoja kështu si që jam. Muzikën? Patjetër. Pra, përsëri, aktrimi le të mbetet një ëndër sirtar që të E vërtet, një dashuri, por që me të vërtet, ta them kështu drejtën, në Kosovë pak është vështirë me qenë në teatr gjithë kohës, me u gjindë, apo duke pas parasysh që i shofim në gjeneratën tonë dhe edhe artistët në gjithë këtë artistët e mdhej të vendit tonë, qëfar peripecish kanë pas për gjatë jetës, edhe sa vështirë ka qenë për ata me mbjetu me këtë profesion, edhe pa qëka që dashuria madhe për këtë profesion i ka ushqy gjithë kohës. Vështirë është kure me ndonë që arti në Kosovë i ka këto në ankësit, si nga aspekti e vendosjes në skenën, në një teatr si duhet, pastaj kushtet të tilla gjithmonë të zbrapsin për me dash me ushqyti më shumë këtë dashuri për profesionin që mund ta kesh. Kur dole për herë të parë në skenë, si e kujton, si ishte ai moment, çfarë ndryshoi te ty? Në skenë shkollë të mesme, si këngëtare, po mendon si këngëtare lirike në fillimet e mia. Interesant, 2 vitet e para kam qenë shumë e humbun, sepse s'kisha pedagoge. Kisha pedagog të kantos, solo këndimit. Isha në klasën e solo këndimit, po kushtet para luftës resul kanë qenë të tilla që s'kemi pas pedagog të veçantë për secilën landë. Ka qenë një pedagog i cili ka mujt me
zhvillu 3 lantë në mungesë të pedagogëve dhe unë kam bet një nxënëse e cila figurojsha në klasën e së rakandimit për shkollën e mesme. Andaj, me njerën pas luftës, profesoresha Elife Podvorica u këthym pas luftës dhe unë gjithmonë ku do e përmend me shumë kënaqësi kur ajo arriti me më kthy në rrugën e për së rakandim me vendosun një farë mënyre që me vazhdu tutje. Dhe skenën klasën e 3 shkollës mesme e kam përjetu me punët që kemi bëzë bashku me profesoreshën Elife Podvorica. Dhe sigurisht që është një rrugtim që e nise? Rrugtim e nisa dhe jam shumë e lumtur. Mande e kujtoj atë skenën e vogël shkollës muzikës, ku ka qenë një salë koncertale e vogël, po me ato mundësit ne klasa si klasë ne kemi organizu gjithkohës mande koncerte të ndryshme, për arsye të ndryshme. Dhe mande i fillova pak si më shumë të edasht këtë profesion edhe kështu që erdhi momenti që unë vetëm me u kanalizu, me vendos tutje. Elikon, ka me ndonë se pa të këti skena? Se të zgjodhi ty? Ta shpëta bëj pyetjen pak ma në Gjithmonë, në rritjen time ka diku jashtëzakonisht babai, i cili ka vlerësu dhe ka pa këtë pjesën e fuqishme, thot, ke një aur, që kur dhe në skenë, vret prezenca jute. Do shta edhe prej perspektivës e ti si regjisor, ka arrit me e pa diçka të cilën jo vetëm si prind që e thot, por edhe në aspektin profesional. Po ti si e përjetoje këtë që ka thonë të profa? Sigurisht një vetbesim, shtonte më shumë, guximin, shtonte, edhe pa këto dy shtylla, artisti nuk arrin të arri kulminacionin e ti. Andaj, jo mendoj që kjo ka qenë një forcë shtyse e babit ndaj meje, dhe më ka shtu dhe më shumë besimin, më tutje që... Po tjetër, qëfar pas kenat e këti? Që të bëri për vete? Atëherë, emri ndoshta. Emri? Okej. E vërtet, sepse dhe kjo ndikon, por natyra e zanit tim, gjithmonë është qmu si i tillë si një za lirik. Za i cili është jo vetëm operistik, por edhe i këngëve, shansoneve dhe këto. Andaj skena, nëse i ka mundësit me transmitu për me skenës një artist stilet të ndryshme, atëherë i bën mirë skenës ai artist. Nuk kam qenë vetëm e fokusume vetëm në pjesën e lirikës, vetëm operistikës. Andaj, kjo më ka bënë ndoshta edhe pakës ma një artiste ma gjithë përfshirëse, ma e pasur. Edhe ndoshta natyra ime si që kam dasht me lujtë në teatr, kam përcjell shumë shfaqje, shumë, jam rritë. Kjo në mënyrën se si ti paraqitesh në skenë, në interpretime? Mendoj që po, sepse jam rritë duke përcjell shfaqje të panumërta. Nëse ka ndalë me më gjetë në lagje për në teme, nuk më kanë gjetë e kanë ditë që jam Dodonë, në teatrin Dodona. Jam rritë në teatrin Dodona dhe teatri pa dyshim që ka formësu. Kanë diku me ma hap botën, imaginatën, me dash ma shumë skenën, me u përkushtu ma shumë për skenën dhe me pa me një sy ndryshe, me dash diçka ma ndryshe. Kur them babaj që ka pa diçka të onë, më ka thonë gjithmonë, janë 2 rrugë. Një që shkon masa dhe një tjetër që shkojnë 2-3 vetë. Ti du shtjerë të ata 2-3 vetë. Më unike, më ndryshe, me i sjell diçka më ndryshe vendit, me realizu diçka ndryshe. Mas dhe në basë të këtyre, si me thonë, këshillave gjithë kohës që ka thonë babi për skenën, gjithmonë më ka shtu një fanmyre edhe pakës atë luftën që kam pas me vetën, që ka të bëj diçka ma ndryshe, që ka të eksploroj, që ka të punoj diçka ma tjetër, sepse artisti vetë i tillë, nëse kopjan, nuk është atër artist. Do t'jesh më ndryshe. Tek muzika klasike, po kam përshtypjen që nga 99-a, njihemi neve kur ishe pjesë kori Collegium Cantorum atëherë. Pastaj kishe edhe dëshira të eksploroje edhe në zhanre tjera. Ke provuar rrugën e muzikës dhe pop e tjera, po... Jo, nuk kam provu dhe pse kam pas kërkes. Kam vetë veç, se vendose?
Natyra ime vetë, një elegancë, një dashuri për skenën, serioze, nuk më ka shty asgjë tjetër... E ke menduar mandej gjatë rrugës që ta provosh? Asnjëherë. Asnjëherë? As edhe njëherë. Sepse jam fokusu tek pjesa e muzikës artistike. Dhe kam dashur me qenë një artiste e cila nuk luan shumë me stilin, me zhanrin, por që është brenda asaj sfere. Dhe unë me të vërtet... Je lumtur për zgjedhjen që ke po? Po, jam shumë e lumtur, sepse kam pas rastin edhe në studime në Tiranë, të përcjell shfaqje operistike, sepse në atë kohë, kur isha unë shkollë të mesme këtu, di që s'ka qenë teatri operës, edhe vazhdon të kemi mungesë të teatrit si objekt, por shfaqjeve ka... Improvizojmë, e vërtet. Andaj, kur shkova unë të përcjell shfaqje operistike, njëna mbas tjetrës, kalendarin artistik të teatrit operës në Tiranë, edhe më frymëzonte edhe ma shumë, sigurisht kisha andra më të mëdha tani unë. Fillon andra dhe mëdha që mandej kur të vinë në Prishtinë, ato andra veç me mujt me i realizu këto. U bo shumë kohë gjatë, sigurisht Resul edhe nuk jam as pak, nuk e ndjem keq për krejt që ka, nështë një pjesë e jetës time, nuk ka ndodhë në drasat e teatrit të operës, e profesionit e ma po. Por që jam shumë e lumtur që këtë boshllëk, ta them skenik, kam ditë me shfrytzu edhe kam shfrytzu maksimalisht për gjeneratat e reja. Faleminderit shumë, ndërkohë këto fotografi janë disa momente që e meritojnë na i shpjegosh. Po niseme nga Diva Invamula. Me Invamulën, Pa tjetër. Këto e ndjej... Kjo është faqje, kjo paraqitje e korit fëmijëve Okarina, unë shifem aty në brapa shpinës e Invamulës, një besim i madh i Invës ndaj punës tonë, sepse kjo ka përcjell gjithkohës punën tonë. Dhe kemi pas një rast më para 6 vitesh, një dalje skenike së bashku, dhe prej atëherë ka vazhdu të ndjek punën tonë Inva dhe ka besu me ftu Korin e Fëmijëve Okarina, pikrisht në koncertin e saj recital në arenë në amfiteatrin e Durrësit, ku ky amfiteatër me të vërtet shumë i bukur duket mbrëmje në sidomos në këtë ngjarje kështu, ku Inva ka qenë shumë e kujdesshme me e sjell një repertuar shumë të bukur të këngëve të Mesdheut, dhe paraqitja e korit fëmijëve mbrapa, vajzat që janë të Korit Okarina, me disa këngë në bashkëpunim me Invën. Në përcjellje të Invës. Në përcjellje të Invës, kë lanë shumë gjurmë tek audienca. Pikrisht për atë atmosferën që sollën së bashku. Dhe ishte magjike, një natë shumë që s'ka me haru, jo rastisht e kam dërgu fotografi. Ama këtu je në rolin e drejtueses. Nuk je vetë. E vërtet. Solistja. E vërtet. Si e balancon këtë, atë dëshirën për të kënduar me detyrën që e ke për të udhëhequr Korin? Nuk e, është shumë pyetje shumë e sikletshme kjo, a thonë kështu. Sepse ka momente kur më hidhet me këndu, më njerë më këthy, me këndu. Por unë e di rolin tim që ka kam, tash për në atë moment, e kam di çfarë roli kam dhe jam përkushtu maksimalisht që zani im, puna ime, sepse unë me zanin tim punoj me fëmijët, dhe e kemi një kombinim të jashtëzakonshëm së bashku, unë gjithkohës këndoj me fëmijët. Pa qka që e kam shpirën e këthyme, unë gjithkohës këndoj, gjithkohës e ndjem energjinë e përbashkët. Pra nuk është që veç i dirigjan? Jo, absolutisht jo. Jam gjithkohës këndoj, shkrihem, derisa këndoj me ata, dhe kjo sigurisht peshan e saj e ka kjo paraqitje fëmijëve në këtë koncert. Kur kam paraqitje të mia solistike, unë duhet të shkputem pak nga kori fëmijëve, sepse vetë impostimi, këndimi, forma e këndimit, me fëmijët si këndoj, dhe me dalë në këndime lirik, dalon, dhe është me të vërtet e vështirë për një këngëtare lirike, sa të kaloj në regjistër të fëmijëve, në këndim për fëmijët, sa të dalë në, do thënë, në tipin e muzikës klasike. Dhe unë jam shumë e lumtur kjo që është arrit për kaq vite, dhe çka kemi arrit unë me Korin e Fëmijëve Okarina. Por te asaj që shohim në skenë, si është të bashkëpunosh me Invën? Një artiste me plot kuptimin e fjalës e madhe, e ndjeshme për fëmijët jashtëzakonisht,
sepse ajo kujdes shumë që fëmijët me qenë çdo gjë me shkuat në atë mirë, dhe me kujdes të lartë edhe zgjedhja repertuarit. Po, me këndu fëmijët me divën e cila zani saj ka jehu në filmin e Hollywoodit, apo në Fifth Element, kjo është krenari. Edhe është një rast i rrallë. Shumë i rrallë. Mirë, fotografi tjera, momente tjera interesante? Fotografin tjetër, po vazhdojmë me që kemi ofër edhe me paraqitet me Ramën, me Ram Lahaj. Me tenorin ton, i cili ka shënu suksese të panumërta në skena jashtë. Dhe kjo është ngjarja kur në festivalin i cili a i prezenton në Kosovë për festivalin e operës, kjo është hera parë kur unë gjitën fëmijët në festivalin e ti në skenë, kur unë gjitën me para një audience 3.000 vetë dhe me orkestrën simfonike, ku në një ambient të hapur është vështirë me realizu një paraqitje të tillë me fëmijët, dhe përgjithësi e madhe, dhe unë kam qenë poshtë duke u theq korin, o duke u kombinu bashkë me Ramën, duke u koordinu së bashku, dhe dirigenti që është mbrapa Ramës, italiani, i cili koordinoheshim së bashku. A i dirigent orkestrën, unë fëmijët dhe një... Pa duhet një lloj koordinimi me wireless kështu. Me shpirt, me zemër, me sy, pa tjetër. Por që me të vërtet ka qenë një ngjarje cila ende përmendet, në kush ka qenë prezent atë natë, por edhe ata që kanë pas rast me ndjekë edhe përmes medjeve. Është një ngjarje cila unë them edhe historike në mënyrën e tillë, sepse fëmijët kanë raste të panumërta me artistë të mëdhenj në skenë, por që unë e kam mundosur sepse ka qenë një moment shumë i ndjeshëm. Fotografia në mes? Fotografia, unë jam në Paris, me Zana Badivukon, si shoqëruse në piano. Kemi pas ftesë nga ambasada e Kosovës në Paris për të realizu koncert. Gjithë ne që kemi qenë artistë që kemi punu me operën e Kosovës, që kemi punu dhe kemi kontribu për kaq prej momenti që është themelu opera e Kosovës, një farë mënyrë kemi pas ftesën për me realizu një koncert për shirimin e muajin e shirimit të Kosovës, që është në qershor. Dhe kjo është kur këndova Shqip në një teatër në Paris. Është edhe për mu një ngjarje e veçantë. A e ke thënë si artiste fjalën tënde, apo a e ke realizuar kryeveprën tënde përsa i takon paraqitjeve solistike? Ka, unë jam anderi. A ki plane, apo a ke synime, a ke një skenë, ose një ngjarje që të doje? është një ide e radhës, e cila mbren në kokë, du me realizu, është një monodram, një monooper, kam dëshirë me realizu, është ndoshta çështje kohe, ku unë do të përkushtohem, do të mbyllem, sepse nga angazhimet e tepërta që kam gjithë kohës, që kemi ftesa të panumërta, do të me gjetë një periudhë kohore kur unë jam më e qetë edhe e përkushtohem. Ti përkushtohesh 100%. Jetës. Tani, shumë artistë synojnë skena edhe jashtë Kosovës. Sot është mundësia. Kemi Ram Lahaj, po kemi edhe shumë emra të tjerë. Për ty, si është? I ke në synim, apo për shkak të angazhimeve, të punës, familja, e gjitha këto, të kanë bërë të fokusohesh vetëm brenda Kosovës? Unë mendoj që vendi ynë ka nevojë për artistët. Pa dyshim. Nuk the me ik, jo. E vërtet. E them me shku me koncertu dhe me u kthy. Me koncertu dhe me u kthy. Tani në këtë periudhë, unë si nanë që me 3 fëmijë, me të vërtet edhe përderisa nuk jam marrë intensivisht me skenën solistike, e kam të vështirë edhe me mendu me lëviz, me dalë. Donë përkushtim plotësisht. Që të i përkushtosh skenën solistike, të shkosh në teatru të ndryshme, donë përvojën edhe përkushtimin maksimal. Unë kër u ktheva me synimin për të kontribu në Kosovë. Koha shkan, vazhdon shkan, dhe nuk gjithmonë tani po bëhet në të mirë të operës Kosovës. Ju thatë improvizime, por më mirë është kështu të bëhet maksimum nga institucioni operës, se sa të lihet pa shfaqje operistike. Po vrehet që i ka mungu publikut tonë shfaqjet operistike dhe salat janë plot.
sa herë mbahet, kudo që mbahet shfaqjet. E vërtet është, publik ka Edhe koncert, gjithmonë ka koncert. Ka një publik ma dje që kush vjen nga jashtë fascinohet. Tani, të kthejmë tash tek vetja ime, kam mundësi, pse jo, kam mundësi edhe me marrë një rol me këndu në operën e Kosovës. As gjës më ndalë. Por, kjo ka dashtë pa tjetër mos më ndalun, prej basit këmë baru studimet. Nuk mi afton vetëm 3 koncerte solistiket, mi ato i kam bo me dëshirën time, që kam dashtë me bodhurat, që kam bodhurat vetës, në ledin e radhës? Mund të kemi, po që unë i kam bodhurat vetës, jo për ambicjet, pa tjetër me zonë skenën, solistike, nështë ta kjo modestia ime, po shfaqet tani në këtë mënyrë në brenda ekranit juj, por që unë mungon skena ma shumë kamertale, ma afer publikot, jo skenat e mdhaja. Njerëzit bëjnë zgjedhje për karrierën, kështu që janë zgjedhje tua, nuk është që nuk ke mundur, po ndoshta edhe nuk ja ke mësy skenë. Nuk ja ka mësy, jam këthy vetëm me idenë me kontribu në vend. Tani, këto e në pasojat, as gjithë keqe s'ka, jam shumë e lumëtur. Në fotografi tjetër këtu që mund të komentojmë, apo gjitha janë aktivitetet të korit? Jo, aty jam me motrën, me Irinën, jesh nga shfaqja Goca Kaçanikut, ku unë kam pas... Me motrën? Me motrën time. Është skenografe me profesion, dhe ka qenë asistente skenografit të në shfaqjen Gocën Kaçanikut. Unë kam qenë asistente profesorit, regjisorit Nikolin Gurakuqi. Pikrisht është bëni shumë punë e madhe me Gocën Kaçanikut, dhe unë jam shumë e lumtur që kam qenë prapë përsëri pjesë, po tash mbrapa skenë. Nuk kam luajt rol, por kam ndihmu gjithë kohës. Tani dole plika tjetër, ti e duke u shkëdu për regji. Po. Qëne? Po tash... Te babi? Po, te babi. Te babi tash është pension, po që kam qenë në klasën e babit. Te profesioni? Pikresht. Kam ri me kuptu që përpos ajo teatri që mungoj për kohë caktume, edhe pse s'desha me qenë në rolin e aktorës, pjesën e regjisë e kam darë se kam qenë që thasha dhe në shkollë fillore, kam improvizu, kam vendosë, kam inskenus skeqet të ndryshme. Edhe kjo mande ka qenë një dashurje imja për me e realizu një shfaqje. Edhe pastaj kur ka pa prap Fadili pjesën që kam një brum edhe të regjisorës, atëherë më ka thonë është momenti kur ti mundesh me kontribu pikrisht në operën e Kosovës. Se duke e njoft këndimi lirik, edhe duke e njoft edhe regjin, atëherë është më së miri, regjisorët e teatrit njofin prapë se prapë, mund të inskenojnë shfaqje operistike, por është shumë ma mirë kur je këngëtar lirik dhe njëkohësisht edhe regjisor. Se i dim vështirësitë në skenë të një këngëtari lirik, çfarë lëvizje skenike mund bëj një këngëtar apo jo, dhe kur njeh partiturën, kur njeh pjesën muzikore, je shumë më mirë në shfaqjet operistike. Cila nga fotot, apo nuk është ndonjëra takimi me Dua Lipën? Takimi me Dua Lipën, pikrisht të s'muj me lënë pa e përmend, kjo ka qenë një verës tani që shkoj, një pritje befasi që i bëm Dua Lipës me presidentën. Kjo ka qenë një lajm botror, ku edhe BBC dhe Guardian e kanë shfaq si një moment befasie për Dua Lipën. Këtë rast, Dua Lipa ka qenë audiencë jona, ku ka më mirë. Çfarë ju tha? Ajo e Eduard Trukiti shumë, sepse nuk ka pritë që do të bëhet një gjë e tilla që më tepër këngën e saj me interpretu në format a cappella me fëmijët. Edhe është ndjerë shumë e lumtur se është bën një befasi në mënyrë tjetër nga që ka pritë, ndoshta që ka mendu që mund të ketë diçka e tillë në Kosovë, që mund të ndodhi. Ndodhi shumë shpejt, shumë bukur, emocionet të paharume. Kjo video ende sot shikohet, përmendet, dhe fëmijët ende janë me ato emocion kur kanë taku yllin botror, kanë pas rast me taku afër me, edhe kjo është, si besoj që jo veç ëndër e këtyre fëmijëve, të gjithë fëmijëve tanë është ëndër e tillë. Ajo poshtë më duhet mos me lonë bargjë, mos me imbet, ajo është edhe kjo shfaqje historike, është Arthysi, kur është bo prerë të parë në Kosovë, si shfaqje tradicionale në përbot, Arthysi kudo në përbot realizohet, si shfaqje baleti, dhe këtë rast vendosën me bo baleti Kosovës së bashku me Filharmoninë Kosovës, dhe aty është në aktin e parë, në fund të aktit parë është kori fëmijëve, ku do të interpretoj pjesën e mbretreshës dhe borës, kur këndojnë. Dhe më thonë, këtë pjesën
Andaj kjo është pamje që nuk mund të haroj dhe këtë moment historik, kur një kori fëmijëve ngjitet në skenë, andej ndodh shfaqja e baletit, këndej është poshtë orkestra, dhe njëkohësisht së bashku prap në këtë rast, unë ja kthej shpinën dirigentit cili udhëheq orkestrën dhe që koordinohemi së bashku për tash. E kam brapa shpina, sigurisht. Faleminderit shumë për këto përshkrime dhe këto rrëfime. Do ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi në pjesën e fundit. Jemi kthyer në pjesën e fundit. Lejoni që t'i falenderoj pjesën tjetër të sponsorëve. Fillojmë me Kolegjin AB. Është institucioni më i madh jo publik në trojët shqiptare dhe lider i arsimit të lartë tash mbi 2 dekada. Kolegji AB ka hapur tashmë thirrjen për regjistrimet të hershme dhe ju fton që të nisni pranverën e këtij viti në institucionin më prestigjioz për arsimin. Për çdo informacion mund të vizitoni webfaqen
aab@edu.net apo të kontaktoni në numrin e telefonit 048 999 006. Faleminderit shumë kolegji AAB. I ndërtuar mbi standarde evropiane, The British School of Kosova është institucion edukativo-arsimor që u ofron nxënësve shkollim bashkohor në të gjitha nivelet e arsimit para universitar. Në British School of Kosova do të mund ta gjeni edhe drejtimin më të ri, atë të programimit. Faleminderit shumë British School of Kosova. Falenderojmë edhe ujin rrugove. Është ujë cilësor dhe burimin e ka tek burimet natyrore të rrugovës. Uji është shëndet, prandaj edhe moto e kompanisë është e pifshi për shnet. Për vlerat dhe cilësinë e ujit rrugove të gjithë jeni të njohur, prandaj duke e konsumuar atë, i bëni mirë shëndetit tuaj dhe përmes tij e ndjeni freskinë e bjeshkëve të rrugovës kudo që e konsumoni. Faleminderit ujë rrugove, faleminderit gjithë sponsorëve të emisionit tonë. Vazhdojmë në minutat e fundit të bisedës me Elikonën. Dua të shohim tash një led tjetër. Janë 3 fotografi nga opera Carmen. Po, shumë shkurt sepse mund t'i mbes borç operës, mbi gjitha krenari e madhe që fëmijët aty janë me veshjen e skenës, ku dhe interpretuan edhe luajtën, edhe kënduan, edhe vallëzuan. Do thonë 3 shtyllat që i duan një artisti në skenën operistike. Andaj unë uroj që këta fëmijë, kur të rritën, me të vërtet të preken në skenën, në teatrin e operës, të ndërtuar dhe mos të kemi më... Për te urimit, ti ka prej 2014-ës? Apo kur ke filluar me Prej 2014-ës. Gjatë këtyre viteve, ata që janë rritur, kanë vazhduar rrugën e nisur tek ti? Disa po, disa prap janë afër arteve, por që me dashuri më të madhe për muzikën. Prap merren me këndimin, janë pjesë për dëshirat që tyre këndojnë, por që jo. Kultivon talente dhe pastaj ata vazhdojnë të kontribuojnë skenë gjatë gjithë jetës. Faleminderit shumë. Kam një video surprizë për ty, nga një mike e jotja, të cilën mbase nuk e ke parë moti, për shkak se nuk jeton këtu. Ta ndjekim videon dhe kthehemi. E dashur kona ime, sa vështirë që nga të flasësh për një shoqe që mbart kujtimet më të bukura dhe të sinqerta të jetës, por njëkohësisht ndjej një krenari dhe mall të madh të flas për gjërat më të mira dhe më të bukura të veçlisë tonë. Për atë Elikonën me gjithë atë energjinë pozitive, projekte dhe ëndra të mëdha, që atëherë na dukshin vetëm ëndra të bukura, por sot ato janë bërë realitet. Sot ti je një krijuese e talentuar dhe përfaqëson vlerat tona kombëtare. Suksesi jot më bën shumë krenare. Edhe pse neve na ndan një oqean në mes, prap kujtimet që ti ke lënë në memorien tonë janë aq të bukura dhe unike që nuk harrohen kur. Ti je e jashtëzakonshme, nuk je vetëm e suksesshme në punën tënde, por je edhe një frymëzim për mua dhe për gjithë ata që të njohin. Jam me fat që të kam si motër në jetën time dhe shumë krenare për gjithçka që ke arrit. Vazhdo të besosh te vetja, të shkëlqesh dhe të ndriçosh ashtu siç din ti. Të dua shumë, cukla ime. Jeta sheholli që tash jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Cukla. Na i kemi thonë njëra tjetrës, bileze përfundoj ashtu dhe më boni me qesh. Kemi zdarë veç kujtimet veçanta me jetën, më emocionoj shumë. Dashnia për te oqeanet sigurisht s'ka ndalu asnjëherë. Sa herë vjen jeta, takohemi. Tash mund të komunikoni, rrjetet sociale. Patjetër që po, por fizikisht ajo nuk e sa herë vjen në Kosovë, ne jemi kështu gjithkohës bashkë. Edhe e di se dua më jashtëzakonisht njëra tjetrën, të mirën për njëra tjetrën, dhe unë jam shumë krenare për jetën, ku është dhe çfarë ajo punon atje në Amerikë. Dhe ajo vazhdon me kontribu në vlerat artistike për fëmijët, patjetër. Kështu që unë jam shumë e lumtur që kemi një shoqëri të tillë, një dashamirësi mbi të gjitha dhe i gëzohemi suksesit të njëra tjetrës, edhe të shoqërisë mbar të që kemi, që nga shkolla e mesme. Por neve na kemi pas edhe fatin me jetu bashkë në Shqipëri, studime, dhe kemi një lidhje shumë të fortë mes vete. Kështu
Një shoqëri që zgjat gjithë jetën. E falenderojmë shumë jetën. Faleminderit. Ndërkohë, në pjesën e fundit kemi një led me fotografi që janë familja. Familja është... Jam shumë krenare mbi gjitha për secilin prej tyre. Këto janë shumë pamje edhe prej mbas koncerteve, ku shifët gëzimi secilit, fytyrat, e qeshuna, po mbi krejt, unë e dua të fotografin ato në mes të fëmijët të mi, atë busqeshën e tyre që janë jeta ime. E nisëm me fëmijët dhe po e mbyllim me fëmijët. Po më intereson në aspektin e muzikës, artit, sa janë shumë të talentuar apo të dhënë pas kësaj? Janë shumë të talentuar dhe janë pjesë e korit. Janë pjesë e korit, okej. Kanë fillu instrumentin, pianon, mara, ka fillu narta, ka fillu qellon, pastaj i lanë për kohë shumë shkurt, por që narta tani është premton për një harfiste të vendit tonë, andaj jemi duke u marrë narta po merret me instrumentin e harfës, një instrument shumë i bukur, i vështirë edhe i rrallë, andaj besoj shumë fuqishëm që do të vazhdoj edhe jam duke u marrë shumë me te që me motivu, me shty për para. Pra ti je interesuar që ata të vazhdojnë në rrugën Patjetër, e muzikës? është rruga më e bukur. Është rruga më e bukur. Unë pse e dua shumë, e di që atyre do t'i ndihmoj jashtëzakonisht. Edhe nëse do të kenë një profesion të dytë, patjetër. Pse që unë ndjem shumë e plotësume me këtë profesion. Edhe mendoj që edhe ata, përderisa ka një talent të rrallë, unë mendoj që atyre do t'i ndihmoj jashtëzakonisht të merren profesionalisht. Jo vetëm talent si hobi. Deshet një fotografi ta komentosh? Patjetër, mami. Mamin dhe babin, të dyja. Patjetër të dytë, dhe motrën atë e komentovë ma herët, bashkëshorti, këta janë mbështetja ime, këta gjithkohës më kuptojnë, edhe kur jam pakës me atë anktin tim për punën, gjithmonë kanë shumë konsiderat me lënë hapësirën, me u marrë me vetën, unë pastaj, por janë gjithmonë një mbështetje madhe imja dhe janë edhe kritikusit e mi. Janë kritikusit, kështu që shumë shpesh, jo shumë shpesh, gjithmonë ne këshillohem me prindrit, sigurisht dhe me bashkëshortin, por që ata në fund pas atyre që mi japin urimet, në fund se fotografit, këto që i shohim janë nga urimet, në fund, për qafimet e ngrata. Ka dhe kritika. Ka pastaj, mas disa dite fillojnë kritikat. Mas disa dite? Mdoj njëherë mu knaq me atë suksesin, ma ndaj fillojnë kritikat. Oke, strategji e mirë. Strategji e mirë. Elikona, falimderit shumë që ishte sonte në Libero. Kënaqësi që biseduam. Falimderit shumë për emocionet, e fuqishme dhe sukses e ty. Falimderit shumë.